Një moment plot humor dhe ironi ka ndodhur së fundmi në ambientet e ferma vape, ku batutat mes banorëve kanë sjellë të qeshura dhe njëkohësisht edhe disa thënie me kuptim të dyfishtë. Gjatë një bisede të lirshme, Vis Pupa i drejtohet Mimoza me një shprehje që shumë njerëz e kanë dëgjuar shpesh në jetën e përditshme. Më kanë thënë që leku të prish si njëri. Një fjali që në pamje të parë duket si këshill serioze, por që në kontekstin e bisedës merr një nuancë ironike. Pa humbur kohë, Mimoza i kthehet me humor dhe spontanitet. Ndonjëherë më visi, edhe duhet me u prish pak, se nuk bën pa u prish. Kjo përgjigje shkakton menjëherë të qeshura mes banorëve, duke e kthyer momentin në një nga ato situata që mbeten gjatë në kujtesën e publikut. Në thelb, kjo batutë dhe shkëmbyrë mes tyre prek një temë të vjetër sa vetë shoqëria, raportin e njeriut me paranë. Nga njëra anë qëndron ideja se pasuria mund të ndryshojë karakterin e njeriut, ta bëjë më egoist apo më të largët nga vlerat e tij. Nga ana tjetër, përgjigjja e Mimozës e relativizon këtë mendim duke e sjellë në një formë më të lehtë dhe më realiste, ndoshta jo çdo prishje është negative, por pjesë e natyrës njerëzore dhe e dëshirave që kemi. Ky moment tregon edhe një herë se përtej debateve apo sfidave, banorët e ferma vape dinë të krijojnë situata argëtuese dhe të përcjellin mesazhe përmes humorit. Sepse shpeshherë, pikërisht në batuta të tilla të thjeshta fshihen disa nga të vërtetat më të mëdha. Dhe në fund, ajo që mbetet është e qeshura, një dëshmi se ndonjëherë nuk ka nevojë për analiza të gjata, mjafton një fjalë e thënë në momentin e duhur për të ndezur atmosferën dhe për të bërë që të gjithë të ndihen më afër njëri tjetrit.